cilat janë pasojat që krijohen tash, kur shohim se një numër i madh i lëndëve, vetëm se është deponuar në gjykata dhe po besoj për ditë do të ketë. E drejta me shku në gjykatë është një drejtë pa diskutueshme, e së cilit qytetar në çdo rast kur beson për një të drejtë të caktuar. Dhe unë besoj që ne si shtet kemi shembullin më të mirë që ka ndodhur me kontrakte kolektive, me efektet jashtëzakonshme negative që ka pas, edhe mbi fjestitin e gjykata, po të buxhetit komunave dhe çështje të tjera. Dhe nëse po e them krejt hapur, nëse nuk do të kemi një reflektim të shpejtë Kuvendit të Republikës së Kosovës për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, që mendoj që është po ashtu sjellje pa alternativë, absolutisht pa alternativë, atëherë do të kemi një shembull ose një situatë të dytë, diçka ngjashme me kontraktat kolektive, por me efekt të duplifikuar negativ, për shkak se kërkesat do të jenë periodike, pra derisa realisht atë miratohet ligji, dhe efekti parandalimit të kësaj situate nga sistemi gjyqësor do të jetë krejtësisht i pamundur, sepse ne nuk kemi mundësi me parandalu. Madje po du me theksu që ne kemi marrë një vendim që gjitha këto raste të regjistruan vetëm në mënyrë fizike. Pse është vendosur? Kjo nuk nënkupton që po i mohohet dikujt e drejta, absolutisht jo, vetëm se ne kemi një sistem të avancuar për menaxhimin e rasteve dhe absolutisht ky sistem dhe sjellja e administratës sa do në efikas në tjetë, absolutisht nuk e përballon këtë situatë për menaxhimin e këtyre rasteve në mënyrë elektronike përmes sistemit, sepse në kupton nëse pranohen 2000 raste brenda një dite ose edhe një javë, domethënë nuk ka administratë që mundet me regjistru, skanu, shpërnda, vlerësu e tjera. Pra në këtë rast ne kemi diskutuar me Asamblenë Kryetare të Gjykatave, kemi një vendim, kemi akronimin ose shenjen së cës lënë, kemi regjistrimin, pra procesi është absolutisht në durë sigurta, por do të menaxhohet në mënyrë manuale. Pra veç e ka dhënë një efekt negativ mbi gjyqësurin, sepse po them krejt hapur, nuk ka mundësi me përballu këtë administratë këtë fluks. Nëse shkon në numrin e parafort të zyrtarëve që morrin pagë për shtetet dhe që potencialisht mund të jenë subjekt i fillimit të kësaj procedure gjyqësore. Pra, po duhet shfrytëzuar edhe këtë intervistë që pavarësisht që e dim që në çfarë situatët e konsiderimit të Kuvendit jemi, që me ftu edhe Kuvendin që ndoshta ndër çështjet e para që duhet të adresoj është pikërisht kjo çështje. Besoj ne kemi të domosdoshme edhe për nevojën e si me thënë përmbushjes së standardeve në raport me Këshillin e Evropës, ku një prej vlerësimeve kryesore është sa kemi gatishmëri të institucioneve me zbatu vendimet. Në këtë rast, besoj që Kuvendi, po e tham kështu, në kapacitet juristi që duhet të jetë shembull i zbatimit të vendimeve në mënyrë veçantë të gjykatës kushtetuese, as më tepër kur kjo situatë mund të ketë impakt shumë negativ mbi gjykatën. Nëse ne pranojmë numrin e parafort të këtyre kërkesave me zyrtar publik, atëherë i bën që performanca e gjykatave absolutisht në fushën civile pothuajse është e shkatërruar, sepse po themi që në mënyrë të zakonshme ne pranojmë 20.000 raste në vit dhe jo 80.000 ose 100.000 raste, sepse kjo pastaj hup edhe kuptimi se çdo qytetar pas një çështje në gjykatë. Pra po i bën që kontributin më të madh për me degradu këto statistika gjyqësorit po e dhojnë pushtete tjera. Nëse e shikojmë në periudhën prej 4 vite, absolutisht po, domethënë është zbatimi i kontraktave kolektive, ka qenë shembulli më i keq i sjelljes së administratës shtetërore, në përgjithësi në gjithë nivelet, pa preshje. Edhe në këtë rast edhe ky do të jetë potencialisht një shembull që mund të jetë, si më thon, historia e njëjtë me efekte jashtëzakonisht negative. Pra, është e rëndësishme me pas edhe disa balance shoqërore në disa raste. Nëse ne flasim për efikasitetin, për ekonomizimin, për korrektësinë, për auditimet, raportet auditorëve e gjëra të tjera, pra do duhemi pa nga kjo perspektivë. Dhe besoj që auditimet e përgjithshme do të kishin me nxjerrë që kjo është krejtësisht një situatë e papërgjegjshme, me pasojë pothuajse të pariparueshme për buxhetet e së cilit institucion ku janë punësuar ta zyrtarë.
Është përvoja si është vepruar më herët edhe kostoj 2 fish, 3 fish ma shtrajt që po i kushton buxhetit Kosovës. Kryesues, a ka nevojë sot që sistemi gjyqësor i Kosovës të ketë gjyqtar të ri, apo fokusi tash e tutje duhet të jetë në rritjen e efikasitetit, në rritjen e llogaridhënies? Pra, unë po besoj, na gjithmonë kemi pas një kërkesë me rritjen e gjyqtarëve. Tani, sinqerisht po them, kam shtypin që numri i gjyqtarëve lejuar është i parafort me nevojat që ka Republika e Kosovës për sistemin gjyqësor. Mund shkojnë në 490, 500 është maksimumi, sepse më të kemë parasysh që ne kemi edhe komunitetet që në disa raste kanë vështirësi me realizu performancën dhe definitivisht ne kemi dikun që nga 7 nëntor 2022, 7% më pak resursë në sistem për shkak të dorëheqjes së gjyqtarëve të administratës së zyrtarëve nga komuniteti serb. Pra, dhe që realisht kanë pas impakt, pavarësisht mobilizimit që ne kemi pas, por numri i lejuar në princip duhet i përmbush nevojat. Mirë po, është tepër më rëndësi me kuptu qytetar që sistemi gjyqësor si strukturë ndërtohet mbi modelin që zgjidh shteti përkatës. Dhe në këtë rast, ne kemi zgjidh modelin që në numër të konsiderueshëm të shërbimeve gjyqësore me i largu nga gjyqësori. Pra kemi ndërtuar sistemin e notarisë dhe këtë shërbime që kryen notaria sot kanë qenë shërbime gjyqësore. E kemi ndërtuar sistemin e përmbarimit dhe këtë aktiviteti ka qenë gjyqësor deri në vitin 2014. E kemi ndërtuar sistemin e ndërmjetësimit që ka qenë kryesisht, do të thonë, proces gjyqësor, madje edhe me vetë iniciativë, sepse konteksti është shumë i thjeshtë. Qytetari e morë shërbimet sa më shpejt, me kosto sa më të lirë dhe pa u përballë me gjykatën. Pra në këtë fushë ose në këtë koncept ne kemi vepruar jashtëzakonisht mirë. Mirë, po çka kemi bën? Tash me sjelljen e administratës shtetërore, ne kemi bërë të kontën, ne kemi sjell pothuajse të gjithë zyrtarët e shtetit në gjykata. Pra, çfarë do të them me këto që nëse ne evitojmë këtë sjellje të administratës shtetërore dhe gjithë institucionet, pra rrisim përgjegjësinë, rrisim efikasitetin, rrisim zgjidhjen e çështjeve jashtë sistemi gjyqësor, atëherë numri i gjyqtarëve që ne kemi absolutisht e përballon në mënyrë të duhur materjen që ka në secilën fushë gjyqësori i Kosovës, por që ne duhet absolutisht me përkrahë gjyqësorin në zyrtarët që e mbështesin gjyqtarin. Pra, ende nuk jemi ne as në mënyrë të parafort me modelet e krahasuara evropiane me gjyqësorin tonë. Pra, ne kemi edhe fatkeqësisht gjyqtar që ka një zyrtar ligjor, ato ka njerë me mungesa dhe nuk ka bashkëpunëtor. Referent kanë qenë po ashtu numër shumë i pak, por ne si KXK kemi bën një zgjidhje, po besoj jashtëzakonisht mirë. Pra prej vitit 2021 deri tani ne kemi shkurtuar stafin teknik në gjykata, pa larguar sa nga puna, dhe kemi rrit stafin profesional duke marrë shërbimet e stafit teknik përmes kontratave për shërbimet. Megjithatë, kemi rritur ende me plotësu numrin e nevojshëm të zyrtarëve që e suportojnë punën e gjyqtarit. Pra, me thonë thjesht, ne kemi gjyqtar të mjaftueshëm, nëse gjyqtarët tonë do të merreshin vetëm me punë që i takojnë gjyqtarit.